Si i bika që gruja mos punoj? Ore, meshkuj shqiptar duhet ta kuptojnë që gratë që rrinë në shtëpi punojnë, sepse pastrojnë shtëpinë, lajnë, shplajnë, gatojnë, i bëjnë gjitha gjërat dhe kjo quhet punë. Pavarësisht se ju se paguni, dhe kjo është problemi. Dhe e gjithë tema që unë po fokusohem të trajtoj është kjo, që gratë duhet kërkojnë pagesë për punët e shtëpisë që bëjnë. Në të kundërt, të lenë burrin ose dalin punojnë edhe punët e veta burrit të bëje vetë shtëpi. Të bëhet kujdestarja e prindve për çfarë arsye të bëj kujdestarja e prindve? Jo, vëlla. Gruaja që ose rri për të bërë punët e burrit, vetëm burrit vetë duhet marrë pagesë. Jo për punët që bën për vjerën e vjerën, se për vjerën e vjerën do ta pagush të rrok 2 fish. Pra nga 3.000 euro në muaj do ta pagush 6.000 euro, nëse ajo do t'i pastroj kundrejt lekëve, kundrejt pagesës mujore. Kështu që ajo gruaja që është në shtëpi nuk është e pak punë, thjesht ju nuk e paguni. Dhe unë pikërisht për këtë po luftoj, që gratë të kërkojnë pagesën. Ose të kërkojnë pagesën për atë punë, ose burrit jeti zoti që të mbaj gruan me lekë dhe mos t'i thot gruas që je pa punë, sepse gruaja është e punësume. Dhe për këtë gjë ju duhet t'i paguni dhe siguracione, që ose gruaja të rri shtëpi, duhet t'i pagush siguracionet edhe mos t'i thosh që je pa punë shtëpi, sepse ajo është duke punu. Shko paguje ti pastruesen, guzhenjeren, rujtësen e fëmijës, kujdestaren e fëmijës edhe shife ti. A është pa punë gruaja apo s'është pa punë? Se kjo është problemi shqiptarëve, se du gruan shërbetore pa pagesë, qyll. Jo mo shërbetore të prindërve tu. Për shërbetore të prindërve tu duhet ta pagush 2 fish rrogë. Sa e ke rrogën për guzhenjer, për pastruse, për kujdestare, shko kërko tregun e punës, shko kërko çmimet e njerëzve, për gjysmoje, sepse do thush ti gruaja do bëj ushqim për vete, patjetër që po, për gjysmoje ti çmimin atje, kujdeset edhe për prindët e tu, nëse do ta bëj me pagesë, edhe shifet ti, a t'levërdis ty apo s'levërdis. Se kështu jeni mësu ju, mira qylit, po s'ka qyl mo.